Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lusim së bashku me ju mëngjesaren e diel java e 5 të Pashkës, psalme të marra nga java parë psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Kori i Jeruzalemit të ri, himnin e ëmbël të këndoj, e me gëzime të urta, festën e Pashkëve të kremtoj. Ku Krishti luan i pathyeshëm, kundër të mposhturit dragua, kur lëshon Zot të fuqishëm, shpirtrat nga vdekja ka shpëtuar. Prend që kish ngrën i prapi e kthen përsëri të artari, liruar nga robëria, turmat prapa Krishtit ven. Ai nga dhënjen shkëlqyeshëm dhe i den në tërë hapësirën, e atë dheun qielli në tokën i shndron në një shtet të vetëm. Me këngë t'i lutemi atij si ushtar që i këndojnë mbretit, që ai të na vendos në pallat të vet të dritë. Të jetë gjithherë përmendjet, o Krisht gëzimi i Pashkës, e ne me hir të rilindur na mbledh në fitoret e tua. Jezus, ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, në gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Kush ka etjele të vjen, do të ketë në dhurat ujin e jetës. Aleluja. Psalmi 63, shpirti etshëm për hyjin. O hyji im jeti, qysh në agim të kërkoj? Ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mishi im. Si toka shkret, e that e pa ujë. Kështu erdha në shenjtërorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta. Buzët e mia do të të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim. Në përgjim, natën do të mendoj për ty, sepse ti e bën ndihma ime. Prandaj do të brohoras në hije në krahëve të tu. Shpirti im më mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Kush ka etje, le të vjen, do të ketë në dhurat ujin e jetës. Aleluja. Antifona e dytë. Të adhurojmë Zotin, ai e krijoi gjithësinë, detin dhe burimet e ujrave. Aleluja. Kënga sipas Danielit kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit, Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit, Zotin. Bekojeni o qiej, Zotin. Ujra që jeni për mbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diellë hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o era, bekojeni Zotin. Zjarë nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Ves e brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshëra e borëra, bekojeni Zotin. Net e dit, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetëtima re, bekojeni Zotin. Toka e bekovët Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dejtë e lumenj, bekojeni Zotin. Bekojeni burime Zotin. Përbindsh e gjithçka lëviz në ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendet e qiellit, bekojeni Zotin. Kafshët e egra shtëpiake, bekojeni Zotin. Bijtë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinjtë e Zotit, bekojeni Zotin. Shërptorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shetër e të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael, bekojeni Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj.
të bekojmë atin e birin e shpirtin shejt, ta lavdojmë e ta madhërojmë në shekuj, i bekuar jeti o Zot në kupën qiellore, i lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Ta adhurojmë Zotin, ai e krijoi gjithësinë, detin dhe burimet e ujrave. Aleluja. Antifona e tretë. Në lavdin e qiellit shetri do të këndojnë Aleluja. Psalmi 149, festa miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdin në mbledhjen e shetërve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesit të vet, bitë e Sionit t'i brorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bien në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i ndëron me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdin e Zotit në gojë, e shpatën dyteshë në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për t'u dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekur, për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdjatit e birit e shpirtit shejt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Në lavdin e qiellit, shetrit do të këndojnë Aleluja. Leximi i shkurtër nga Veprat e Apostujve, kapitulli 10, rreshtat 40 deri në 43. hyi e ngjalli Jezusin të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë. Jo mbar popullit në përgjithësi, por dëshmitarëve prej hyjit të paracaktuar. Neve që bashkë me të kemi ngrënë e kemi pirë, pasi u ngjall prej të vdekurish. Ai edhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi se Jezusi është prej hyjit i caktuar, gjykatës i të gjallëve e i të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët. Në fuqi të emrit të tij i jepet falja mëkateve secilit që beson në të. Përgjigje e shkurtër. Nxënësit e panë Zotin, Aleluja, Aleluja, Nxënësit e panë Zotin, Aleluja, Aleluja, dhe u mbushën me gëzim. Aleluja, Aleluja. Lavdjatit e birit e shpirtit shejt. Nxënësit e panë Zotin, Aleluja, Aleluja. Kënga ungjillare Benediktus. Antifona. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do t'ju shohin se jeni nxënësit e mi. Aleluja. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshtat 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qof bekuar Zoti i hyj Izraelit. Që pa dhe shpërbleu popullin e vet, Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e ashejt, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejt Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi për qielli diellin, për të shndritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdjatit e birit e shpirtit shejt. si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë në jetës. Amen. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do t'ju shohin se jeni nxënësit e mi. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Krishtin, burimin e jetës, e ringjalli ati i cili do të na ringjallë edhe ne nëpërmjet shpirtit të vet.
të bashkuar me gëzimin e pashkve të brohërisim. O Krisht, jeta jon, na shpëto. O Krisht, dritë e shkëlqyeshme që shkëlqen errësirë, fillim dhe burimi i jetës së re. Shndroje këtë ditë në një dhuratë gëzimi të pashkëve. O Krisht, jeta jon, na shpëto. O Zot që kalove rrugën e vuajtjes dhe të kryqit, Bëj që të jemi pjesëtar të vdekjes sate shëlbimpruese për të ndarë lavdinë e të ngjallurit tënd. O Krisht, jeta jon, na shpëto. Bir i hyjit, mësues dhe vëllai ynë, që bërën nga ne një fis të zgjedhur me shtari mbretërore. Na mëso që ta paraqesim me gëzim flinë e lavdit. O Krisht, jeta jon, na shpëto. Mbreti lavdis, presim ditën e shkëlqyeshme të paraqitjes sate. Kur do ta shohim fytyrën tënde dhe të bëhemi të ngjashëm me ty. O Krisht, jeta jon, na shpëto. Aty në që je në qiell u shejtroft emri të ardë mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, prej teje na vjen shpërblimi dhe bejësia në shpirt. Priri sytë tu mbi ne që na do si bab. Ne besojmë në Krishtin, na dhuro lirinë e vërtet dhe jetën e pasosur, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju më mëngjesarin e të dielës javën e 5 të Pashkës. Vazhdoni që ndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë i jetës.